jo vetëm për ne si kolege, si artiste, si mik i familjes, por për gjithë ardashtit shqiptar, kudo, të cilët kanë qenë ata që e kanë dashur Manën dhe kanë pëlqyer me artin e tij të. Mania ishte një njeri i thjesht, i cili erdhi në gjirin tonë në vit 74, kur unë dhe Agroni kishim 4-5 vjet, kishim filluar së bashku. Me atë thjeshtësinë e tij, ai ishte një shembull për gjithë ne, për faktin sepse në radhë parë ishte njeri, jo vetëm artist. Dhe si artist, Mania natyrisht ne do ta mbajmë mend të gjithë me atë karakterin e tij interesant që kishte, të gjithë rolet që ka luajtur, me atë mimikën dhe plastikën e tij, cili na ka bërë të qeshim të gjithëve dhe natyrisht sot tin dita që ta përcjellim. Ngushëllimet në radhë parë i takojnë familjes të afërmëve të tij, të cilët bën maksimumin veçanërisht të 2 muajt e fundit. Mania ishte ai i cili edhe pas zë në vitin 2004 kur ai kaloi atë peripecin dhe që u operua, ishte ai i cili edhe pas zë ne e merrnim në shfaqjet tona, ka qenë i pranishëm, prezent dhe edhe ashtu pa folur i bënte njerëzit që të qeshnin e të kënaqeshin me humorin e tij. Sot ndajemi me lidhje të madhe nga shoku, vllai, kolegu Manë Romani. Lam të mirë i dashur. Që të flasë për Manën, do të kesh shumë net dimri që thoshin plakat për atë figura aq të madhe. Ne na janë larguar nga jeta dy aktorë shumë të mëdhenj. Në Kripa dhe Lezeti. I pari na la, meti e thamë se mbaruan. Te kjo e Manës edhe e prisnim sepse vuajti goxha. Mirë po, Mane ka qenë një tip nga ata më interesantët, nga ata më të dashur, nga ato që shkonim, ore i vogli ku është. Mane ishte i madhi, Meti ishte i dyti, ishte më i vogli në grupin tonë. Sigurisht do më të na u prend të 2 kratë, por unë nëse Mane do mbetet shumë kohë në mendje dhe kujtesën e një asë. Nuk kam që atë më shumë. Lam të mirë dhe shumane, ju falenderit të gjithëve, gazetarëve që qëndruar pranë kësaj ceremonie madhështore, do të thoshja unë për largimin nga jeta të Manës. Ju falenderit të gjithëve.